Është nisur drejt Tiranës për mjekime të specializuar foshnja 2 muajshe nga Korça, e cila rrezikonte jetën pasi nëna nuk e ushqeu me gjy. Në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Korçës, foshnja 2 muajshe mbriti në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Burime konfidenciale nga policia dhe spitali bin të ditur se foshnja aktualisht është në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa dyshohet se kjo gjendje ka ardhur nga keq ushqyerja. Foshnja ka lindur 2 muaj më parë, prematur 7 muajshe. Është trajtuar në Spitalin e Korçës, se më pas në Tiranë, nga ku raportohet se ka dalë në gjendje të mirë shëndetësore, por pas kthimit në shtëpi ka shfaqur probleme të rënda shëndetësore. Sipas po të njëjtave burime, dyshohet se ka qenë nëna ajo që nuk është kujdesur për foshnjën për ta ushqyer me gjy dhe ku dyshohet të jetë shkaku kryesor i gjendjes së rënduar. Po ashtu, dyshohet se nëna ka probleme të shëndetit mendor, por detajet e reja pritet të zbardhen në vijim për të përcaktuar nëse kjo e fundit ka shfaqur shenja të përkeqësimit pas lindjes së fëmijës. Nga ekzaminimet parametrat jetësor janë në kufij minimal, ndërsa mjekët jashtë kamerave sqarojnë se në momentin e parë që foshnja ka mbritur në pediatrinë e Spitalit të Korçës ka qenë në gjendje shumë të rënduar me probleme të theksuara respiratore dhe me peshë 1 kilogram. Kjo peshë ka qenë që në momentin që ka lindur e deri më sot pas 2 muajsh, ka do të thotë se foshnja nuk ka patur asnjë zhvillim. Keq ushqyerja mbetet dyshimi kryesor i policisë, por nuk përjashtohen edhe rrethanat e tjera që lidhen me lindjen e parakoshme. Policia ndodhet në pediatrinë e Spitalit, ndërsa mjekët po bëjnë të pamundur për të shpëtuar foshnjën 2 muajshe.